T'ju them një detaj në Bibël që me siguri do t'ju befasoj. Nuk po flas për ndonjë profeci të re, në fakt, por po flas për një listë emrash tek Zanafilla 5. Për ju që nuk e keni lexuar Biblën, asnjëherë bëhet fjalë në fakt për një listë emrash në formën e një gjenealogjie. Ky është babai i këtij, ai është babai i atij tjetrit e kështu me radhë. Dhe jep një listë emrash hebrej me emra si Adam, Seth, Enosh, Kenan, Enok e deri tek Noeu. Por ja ku bëhet interesante pak. Çdo emër ka kuptim në hebrejisht. Seth për shembull do të thotë njeriu i caktuar. Noa do të thotë prehu. Methusela do të thotë vdekja e tij do të sjell. Dhe kur i përkthen të gjithë me radhë del kjo fjali. Njeriu i caktuar për hidhrim vdekatar, Perëndia i bekuar do të zbresë duke mësuar. Vdekja e tij do të sjell prehje të dëshpëruar. Tani, a nuk të duket kjo si një përshkrim i Jezusit? Ai zbret, ai mëson, ai vuan dhe me vdekjen e tij i jep prehje. Dhe imagjino që kjo është shkruar 1400 vjet përpara lindjes së tij. Nuk mund të jetë thjesht një rasti. Bibla është më shumë se një libër, është një plan i thurur me dashuri që nga faqja e parë dhe deri tek e fundit. Shpresoj që kjo do jetë ndihmë për ty. Zoti bekoft.